Ky emision mundësohet nga Përshëndetje Venher. Si e? Mirë shumë. Posaçërisht kur jam me gazetarët janë ekstra mirë. Nuk e di pse e la gazetarin për të shku zëvënse në qeveri. Venher, çdo herë kur sfidohesh, është mirë ta pranosh sfidën. Dhe është shumë interesant se për shembull sot je gazetar edhe raporton për politikën. Edhe nesër gjindesh në anën tjetër dhe sheh politikën krejt tjetër dhe respekti për gazetarët besom që shtohet 100%. Se e di se me çfarë ti përballesh, je përballur në fakt 22 vjet me gazetarin, me gazetar, dhe tash kur je këtu në pozitën e politikës, mundohesh që gazetarin mos ta lësh me prit as një minutë për pyetjet, sepse besom Venher se ndonjëherë kena diku 23, 24, 25 pyetje në ditë që vinë prej gazetarëve. Dhe unë me kolegët e mi mundohem që sa më shpejt t'ju kryjmë punë, përgjigjemi, edhe tash kur je këtu në anën e politikës i kupton gjanat pak më ndryshe. E di se ku qalojmë, e di se ku avancojmë, e di se çfarë don gazetari, çfarë kërkon gazetari, dhe ti sa i afërt ke qenë me gazetarët, bëhesh edhe shumë më i afërt. Praktikisht është një farë vije, shumë një telikoll që e ndon gazetarin me këtë pjesën time ku jam. Jeni në fillim që thash kur i bone një 4-5 vjet qeveri, dhe largoheni me gazetarët? Jo. Se fillojnë pastaj të zonë ngushtë. Jo, asnjëherë. A di pse asnjëherë se 22 vite kur të punosh diçka, është e pamundshme të shranjosësh diçka prej vetes. Shumë shpesh e shoh veten kur unë jam në konferencë shtypje, apo dhe dikush tjetër kur është edhe unë jam aty prezent, edhe gjindem me një pozitë tonë, pse be ky gazetar nuk e parashtroi këtë pyetje, ndoshta s'desh ta parashtroje këtë pyetje, ndoshta duhet kështu t'i përgjigjem. Komunikimi me gazetarët më ka mbetur 100% i pastërt, edhe 20 vite të kalojnë, që nuk e kam ndërmend 20 vite kështu, se edhe mosha nuk ma lejon, edhe 20 vite pas, edhe 5 vite pas, edhe 3 vite pas, gazetarët do të mbesen pika ime çdo herë, kudo që t'jem unë. Sot këtu, nesër diku tjetër, apo edhe po të përfundoj me politikën, gazetaria është fryma shpirti jam. Ky emision ka jubile sot, domethënë i bën 100 seria, edhe jo rastësisht kam zgjedh të të kem ty, shkaku i një shenjë falënderimi për kontaktet që na krijon neve si medium, edhe mirë se erdhe në emisionin e 100. Venher, urime për emisionin e 100. Unë të përcjelli vazhdimisht, jo vetëm ty, mundohem të përcjelli gjithë gazetarët, mundohem të përcjelli gjithë emisionet, se ndoshta pe aty edhe nuk është gënjeshtër dhe mësoj diçka. Nuk jemi ne të paprekshëm, jemi gjithë. Unë kam ardhur jashtë politike, ndoshta jo më pikërisht edhe pjesa aty ndryshimi se vij komplet jashtë politike. Dhe të përgëzoj për emisionin ty dhe gjithë gazetarë që mundohen të bëjnë 100 emisione të tilla, të jo klasike, po emisione sa me politik, sa pa politik, sa të shlira të bëjmë faktikisht të depërtojmë edhe deri te popullata, se ndoshta jemi të lodhur të shohim edhe njerëz tërë kohën në studio. Kur je në studio je i përgatitur, e di se tash ti unë tyjet, me që të kam përcjellë, di cili emision është, unë ty ta kam bërë një dhuratë. Është një vetur, thojnë Porsche. Një Porsche. Edhe merci çokoladë që lëshenj. Sa kushton dhurata? Është mbi 50 euro ndër 50 euro. Kuptohet ndër 50 euro, kuptohet që është me rrogën time. Dhe nuk është as mito, as korrupsion, është një dhuratë nga zemra. Kur ishim të vegjël, patjetër. Kur ishim të vegjël, thoshim Venher, dëgjojsha thoshin, nëse i blen dikujt një vetur, është oguri mbarë se ai nesër do ta bleje një vetur lodër, oguri mbarë se nesër do ta bleje një vetur halis, kështu vetur. Shumë faleminderit, shpresoj se prej Shkodrës do transformohemi në Porsche. Emisioni jot vetëm të avancohet, ti mrish 100 i ke kry, 200 e 300, je gjithmonë i mirë se ardhur për çdo pyetje, për çdo kontakt.
asgjë mos me mund me bë, të paktën do ta gjej një numër telefoni, do ta gjej një kontakt telefoni, do të drejtoj, do të ndihmoj, jo vetëm ty, por gjithë gazetarëve, po mbi gjitha edhe vetë popullatën. Se pikërisht është arsyeja, se sot se mos ta mbaj kështu, mos t'i bjerë që reklam, pikërisht arsyeja pse kam pranu këtë sfidë është t'jem shumë afër qytetarëve. Ndoshta vetë kam di duke qenë gazetar se mungon të ndonjëra i komunikimi, se populli don të informohet pak ma shumë me politikat, me qeverisjen, me institucionet, se nuk është vetëm qeveria. Tu kemi institucione, me qindra institucione, që duhet edhe të komunikojnë me opinionin. Tash e kalojmë pjesën shoqërore, him politik, Pjesën shoqërore, him politik, se dhe unë jam në politikë all-in, ashtu e kam vendos, është knaqësi të jem politik, të them drejtën. Emra në Tetov janë bo problem ditëve fundit, thjesht tregom cili është informacioni që ju si qeveri e dini edhe që ju doni ta komunikoni me njerëzit, pasi vitin 2026 Tetov quhet sheshi Marshall Tito, apo jena besoj se nuk ka sens. Ti e rajonit të Pollogut. Po, atjetër, aty. Dhe aty dini se si përdoren, si shkruhen, si janë shkruara emrat. Unë këtu vetëm si ju si zadhanse, po jam edhe pjesë e partisë tani politike vlen, faktikisht jemi në dy kombinime këtu jam. Popullata duhet ta dije një gjë, se ne emrat nuk i kemi hequr, nuk i ka hequr as Bilal Kasami emrat. Emrat janë sjellur në këshill komunal në vitin 2006, nëse s'gaboj, 2007, dhe prej atëherë kanë kaluar 20 vite. 20 vite ka Bashkimi Demokratik për Integrim ka patur qeveri të tëra brenda, dhe ase si nuk mund ta perceptoj, se si nuk kanë mundur ta zgjidhin këtë çështje. Kjo është një çështje gjysmake, jo nga ana e komunës atëhershme. Me thonë, venhar vendimi është sjellur atëherë nga ana e komunës, flas 2007, është sjellur gjithçka në rregull, dhe pastaj është dëshur të jepet mendim edhe nga qeveria, kanë qenë qeveri me vite të tëra vetë, dhe vetë nuk e kanë zgjidhur. Tash, çone protestojnë. Çone protestojnë pikërisht si ata fëmijët, kur e bojnë fajin vetë, edhe thojnë, se kam bo unë, e ka bo venhari fajin, po ajo nuk arsyetoha, fajin e kanë bo. Zgjidhja është gjysmake. Dhe tash kur, ku e di venhar, ndoshta e kam perceptimin se ata i din problemet, se kanë qeverisur mbi 20 vite, i din problemet ku i kanë lanë. Problemet janë, thuaj se gjitha zgjidhjet janë gjysmake. Kanë bën një zgjidhje, është gjysmake. Dhe tashti, kur vim kthehen e protestojnë kundër vetvetes. Nuk mundesh me protestu venhar për një gjë që vetë e ke bë. Vetë nuk e ke bo shembull atër leçon të protestojnë që vetë nuk e kanë bo edhe koridorin 8 e kanë ngecur, vetë nuk e kanë bo rrugën Shkup-Llac, vetë nuk e kanë bo provimin e jurisprudencës, edhe shumë tjera që nuk i kanë bo vetë. Tashin falë, po të ndërprej vetëm këtu, tashin momentin kur në Tetov, po vjen një investim prej 21 milion euro, ku do të ketë vende pune për 550 persona, ne po qohemi po bojmë problem për emrat. Ata emra, thash që ti je prej rajonit Pollogut, ata emra asnjëherë nuk kanë qenën as të evidentume. Po, popullata me zemër i ka pranuar ato emra. Për cilët emra, tash kryetari jonë Bilal Kasami, tani më veç ashtu punue, i ka detektu dhe ashtu shku drejt zgjidhjes, dhe emrat të cilat nuk do të jenë në periudhën që simbolizojnë një të kaluar, po i diun e titiste, komuniste. A ka mund Bilal Kasami që 2 vjet në qeveri ta kalojë çfarë? Bilal Kasami është tu punu. A ka mund ma herët?
Bilal Kasami është ka formuar komision, është duke punuar dhe ata shumë mirë e dinë që Bilal Kasami është të bë gjithçka, jo vetëm këto emra, por gjitha dhe emrat e tjerë, tamam t'jenë me dignitet emrat siç e meritojnë qytetarët e Tetovës. Qytetarët e Tetovës janë njerëzit më bujar, njerëzit më fisnik, gjithë polloku që kam takuar ndonjëherë. Dhe Bilal Kasami është duke bërë përpjekje, ka formuar komisione dhe po punon që ata siç janë ashtu njerëz fisnik, siç janë njerëz me integritet, atë integritet edhe t'ua ktheje, integritet cilën ua kanë marrë të tjera mbi 20 vite. Venera, tash në qeveri, normal, jemi këtu si përfaqësues e qeverisë. Pse duket se jeni shumë dobët në krahasim me Valmaron? Jo, s'jemi. Ndoshta na vendosin atë perceptimin se neve po na shtyp ka vëmëroja, apo nuk po na lika të bëjmë zë, apo ku e di shka. Nuk është e vërtet, Venhar. Nuk është e vërtet për arsye se ja, po kthehemi, si t'jemi dopt ne, si pas perceptimit dikujt, dhe konkretisht këtë e thot dopt që jemi, e thojnë më tepër opozitas, edhe vërtet tash t'i s'kan shka bajnë. Tash janë opozit, kanë kohë sa dojnë, nuk udhëheqin institucione, dhe çka të bojnë na akuzojnë se jemi dopt. Si jemi dopt, Venhar, kur ne tani më po e përmbyllim sa i përket ndërtimit të rrugës Shkup-Llac. Rruga Shkup-Llac 2008, 2011, 2021, 2000, çdo palë zgjedhje opozita e tanishme e ka promovue. Do me thonë, si mos tjetë mirë kur ne bas rruga Shkup-Llac është premtuar 2008, 2019, 2021, edhe kam harru edhe sa vite, se cila par zgjedhje, opozita e tanishme ka akuzu, në fakt nuk ka akuzu, ka promovue se ja po e ndërtojmë, edhe tash ka vjen puna, ne jemi në vitin 2026. Dhe në 2026 ne po e rumbullakojmë ndërtimin e rrugës Shkup-Llac. Këtë deri apo muajin e ardhshëm rruga Shkup-Llac do të filloj të ndërtohet, ai 12 kilometrashi, dhe do të lidhemi me Prishtinën, do të shkojmë shumë më shpejt, bile, do të doja njëjtë, ndoshta jo në emisionin e 100, se jo, kuptohet, të shkojmë bashkë me vetur. Në emisionin 1200. Jo, asnjëherë do ndodhë. Si jemi keq, Venhar, kur i kemi përshpejtu në mënyrë marramendse punimet në koridorin 8. Po e ndërtojmë universitetin, kampusin e universitetit më modern në Maqedoni, Nën Terezës, që ka shumë prej 40 deri 60 milion euro. Fazën e tretë sheshit Skenderbej, 20 milion euro. Mandej vazhdojmë me 306 projekte që janë duke u realizu në komunat shqiptare, që shtu ndërtime, shtu projekte nuk kemi pa në të kaluar. Realisht nuk kemi pa. Po e zgjidhim çështjen e jurisprudencës. 20 qeveri kanë kalu nga pavarësia e Maqedonisë periudhë. Dhe provimi i jurisprudencës nuk është zgjidhur. Kanë mund ta zgjidhin apo Venhar, se student ka pas edhe kohën e tyre, që kanë dhënë edhe vetë ata pjesë e tyre kanë dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën maqedone. Kanë pas 5 ministra të drejtësisë, kanë pasur kryeministrin shqiptar që ka mundur të zgjedhë çështjen e jurisprudencës. Mandej shkojmë, i kemi rrit rrogat në polici, në shëndetësi, pensionet, kapitacionet, kemi bërë investimet shumëta, besom që ndonjëherë edhe aq shumë janë që harroj sa janë. 24 muaj i kemi bërë ata që për 24 vjet nuk i kanë. Tash kush është i fortë? Qytetarët do të vendosin në zgjedhjet e ardhshme. Po, gjithmonë vala, mirë po, qytetarët zgjedhjet e ardhshme kurdo që të janë jemi gati. Gati? Po. 100%? 100%. Vetëm duhet qytetarët ta kenë qartë që një palë zgjedhje, shtetit i kushtojnë
dhe ato jo 10 që i milion. kushtojnë shtetit, po të janë para që miren nga xhepi i qytetarëve. 8 Përveç milion parave, euro. janë Po. 6 muaj parë dhe 6 Gjash muaj muaj mbas ndalen, stagnimen, çdo 306 projekte që jemi duke i realizu, harone që munden të realizohen, se dihet periudhat e tenderimit ndërpriten, punësimet ndërpriten, edhe gjithçka ndërpritet. Faktikisht ne nuk e bëjmë një hap prapa, po i bëjmë shumë hapa prapa. Ndërsa nëse dojnë zgjedhje, jemi nuk e kemi problem për zgjedhje. Punatat e Vlenit si keni? Punatët e mia Jo, të mirë janë. Jo, të atë Vlenit. Punatët nuk i kam shumë mirë janë, po janë ngurbet, them drejtën, si gjithë shqiptarët, edhe ato kanë shku ngurbet, kemi kontakte të drejt për drejta, dëgjohëm, shifemi shpesh për video, dhe po punojmë që edhe ato punatët e mia t'i kthejmë nga gurbeti, si të tregoj tashti. Jo, mendova për kunatat e Vlenit, për bashkëkryetarët e Vlenit. E ki fjallën si janë kryetarët e Vlenit. Po. Kur më mirë. Okej. A është një farë mos besimi një parti me dy kryetarë? Jo, asnjëherë. Tash jemi duke i taku funksionarët, se jemi duke përgatitur raporte, janë duke përgatitur funksionarët për 2 vjeçarin e qeverisjes. Kam konstatuar se gjëja më e bukur që ka ndodhur ndonjëherë janë Vleni me 2 kryetarë. Kur mungon njëri, është tjetri. Kur mungon tjetri, është njëri. Dhe besom që ky modalitet i funksionimit është i shkëlqyeshëm, që të 2 kryetarët janë konstruktiv, që të 2 kryetarët ndalen, dëgjojnë çka flitet, çka bisedohet, cilat janë kërkesat e tua si funksionar, cilat janë kërkesat e tua që vijnë nga pala e qytetarëve, dhe kur më mirë s'ka qenë. Edhe Vleni kur më mirë s'ka qenë. Akunatët e mia Ato, do më thonë, kryetarët e Vlenit nuk shifen me kamera, si kunatat tu. Jo, kryetarët e tonë takohen në baza ditore, sepse tash edhe jemi duke konsolidu partijen. Nuk ka, venëherë mo nuk jemi të njërit, apo tjetë jena i Zetit, apo të Bilalit, apo të Bekimit, apo i ditë kujt, jena ne të gjithë Vlen, jemi një. Edhe ata janë kryetarët e tonë, jo bashkëkryetarët, po janë 2 kryetarët e tonë. Është një model i suksesshëm që ka funksionuar edhe në botë, nuk është diçka risi. Bekim Qoku, çfarë pozite ka në Vlen? Është koordinator i parlament, po, grupit parlamentar, është në kryetar, kuptohet. E merr përsipër ti ta sillesh në emision se nuk është duke dëgjuar të vjetë në emision. Jo, Bekimi është mjaft i hapur për mediumet dhe komunikues kuptohet. Ka qenë në udhëtime tashti, sepse ka vizita parlamenti Kuvendi Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe kanë qenë vazhdimisht edhe deputetët, kuptohet këtu edhe Bekimi ka qenë në për vizita. Dhe duhet jemi mirë kuptuar se du ta potencoj këtu, janë shumë ligje me rëndësi që për momentin janë në kuvend. Unë të ejten isha në kuvend, sepse kur janë pyetjet e deputetëve dhe ministrat janë në kuvend, edhe ne si zëdhënës shkojmë në kuvend, qëndrojmë gjatë gjithë ditës, nga ora 11 deri në ora 6, këtë ndoshta edhe nuk e din popullata, dhe gjithë deputetët kishin komisione, përveç seanca që ishte me pyetje deputetëve, ata kishin edhe komisione dhe i djej, në fakt kjo ishte para sa 5 ditëve, 4 ditëve, ju thashë, ju keni shumë punë. Me komisione, me seanca, me sen, dhe e sigurt jam që Bekimi do të vijë. Për çato rrogë që e marrin, pak punë. Po tash janë të zgjedhur të popullit, e përfaqësojnë popullin. Patjetër mendoj se e ke marrë shumë seriozisht, domethënë tema e emisionit është pak me ajgare, pak me seriozitet. Jo. Bile tregoj drejtën, ka kohë që kështu emision. Arben Fetaj ku është? Se të vim të ligji për përfaqësimin e drejtë. Ai më ka thonë emision se është ligji jem. Edhe kështu që tregom çfarë pozite të ketë. Ligji është i qeverisë. Ligji është konkretisht Vlen këtu ka bërë shumë për të ligj. Ne nuk mundemi të punojmë si individ, ne punojmë si një organ. Grup. Po, nuk mund të them që komunikimi është veç i Venerës, mediumet duhet të dalë veç Venera, është shumë gabim. Do me thënë, ne punojmë grup, nëse nuk punojmë grup edhe do të kishmi dështuar deri tash, ndërsa anketat që publikohen nuk tregojnë që ne jemi duke dështu. Nuk e di ku është Arbeni, nuk kam komunikuar, ndërsa sa i përket ligjit për përfaqësim, dihet ku është. Është në kuvend,
po bëhen ato debatet publike, amendamente nëse ka e kështu me radhë, dhe leximi I parë ka kalu, leximi I dytë pritet të kaloj, për herë të parë pas 24 viteve, apo hajde që po shkoj s'po ndalim të 24 vite, për herë të parë të vjet festojmë 35 vjetorin e shtetit, po sillet një ligj I cili do t'i rregullojë çështjen e përfaqësimit drejt dhe adekuat. 35 vjet hala në mend sa më sot ora kishte. 35 vjet ne po e sjellim ligjin e parë, e patëm balancuesin. E diti si u heq balancuesi. Balancuesin e hoqën konkretisht ministrat shqiptar, ka patur strategji 2023-2030 nëse nuk gaboj tash mos më nxjerr këto fjale, në të cilën mendime pozitive për heqjen e balancuesit kanë dhënë ministrat shqiptar. Në një emision I përmenda emër për emër, nëse do prapë t'i përmendi Jo, se do të vinë krejt berend, kështu që po mundesh të trasesh, nuk ka problem dhe ndoshta është mirë të tregon opozita se pse tash akuzon që balancuesi u hek, opozita se shumë shpesh po harroj edhe që duhet flas në gjuhë letrare, po flas si ka Kumanova. Hiç mos e ke gaja se dialekti është pasuri, kështu që unë mund të flas për si ka Tetova, ti si ka Kumanova. Si ka Shkupi, tash unë jam gjys Kumanov, gjys Shkup, kam mbet kështu. Pse opozita, domethënë, në fakt opozita ju akuzon juve se ligji nuk ka dënim. Sipas ligjit, po thjesht mbetet të pjesa morale dhe të pjesa e përgjegjësisë personale të zyrtarëve nëse nuk e zbatojnë ligjin. Tash ti s'po duhet të them se s'e pyetje që po ma parashtron nuk është e vërtet, por nuk është e vërtet. Në fakt, e di pse. Ka sanksione. Sanksionet janë në pjesën ndoshta shumë pak, është diskutuar është në pjesën se nëse ti deklarohesh rrejshëm konkuron me një konkurs, edhe deklaron rrejshëm emrin mbi emrin tënd dhe deklaron etnin tënde të rrejshëm, do të bëhet ndales 3 muaj mos edhe në atë konkurs mos të kesh drejt të eliminohesh automatikisht, edhe 3 muaj të ardhshëm nuk guxon askund të konkurosh. Nuk është e vërtetë që nuk ka dënime, se dënimi më I madh që mund të ndodh është dënimi politik. Kemi trupin mbikëqyrës, unë ashtu e tham shumë shpesh, është trup që e zgjedh qeveria dhe në këtë rast ky trup kryesori I këtij trupi është zëvendës kryeministri I parë që gjithmonë e dim që është shqiptar. Nuk lidhet për emrin. Po kush do të jetë zëvendës kryeministri I parë gjithmonë pozita gjithmonë është shqiptar. E dim ne, publikisht dihet. Cili zëvendës kryeministri momentasht ku e ka opozitën zotri Bekim Sali apo zëvendës kryeministri I parë? Jo, se ka edhe zëvendës kryeministri I dytë. Jo, s'kemi, unë them që me ligj është zëvendës kryeministri I parë. Dhe këtu përfundon. Ka organe tjera, janë financët, është administrata publike, gjithçka lidhet të si ky organ do ta ketë atë kontrollin e plot, do të thonë do ta shohë se cili institucion nuk e respekton këtë ligj. Ligji kur nuk respektohet dihet se pasojat janë politike. Se unë e ti sot mundemi duke vozit ta bëjmë një shkelje, apo në komunikacion, do të na vije dënimi dhe dënimi vjen në Shqip ta dish. Te duhet patjetër ta potencial. Se dënimi vjen në Shqip, po askush nuk e ka kapur, vinë për kapën për mesazhe. Dhe do të na vije një dënim, edhe do të na vije 200 euro. Unë e ti do t'i ndajmë ka 100 euro, do t'i paguajmë për mbyllet çështja, jemi të pastër, po çka do të ndodh me ata funksionar, me ata ministra, me ata drejtorë që nuk e respektojnë ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, kuptohet ato do të japin përgjegjësi para trupit, para qeverisë. Dhe në ligj ekziston metodologjia, sipas kur e kemi këtu metodologjinë, gjithmonë përkujtojmë se në metodologji mund të shtohen amandamente, akte nënligjore, kështu me radhë që do të rregullohet gjithçka sa I përket. Para se të shkojmë te rikonstruimi I qeverisë, një pyetje që lindëm prej. Ban vetëm edhe diçka, tregoj tash te ligji për përfaqësim. Ligji për përfaqësim, për herë të parë parashihet të gjithë ata që me vite nuk janë avancuar. A e dim se ka shumë 33 para 20 vjetëve që kanë hinë punë dhe s'janë avancu, kanë mbet janë bo bashkëpunëtor të ri, ndërkohë janë bo magjistra, janë bo doktor shkence dhe kanë ngel aty. E ligji tash këtë e parasheh. Çfarë do rritet rroga aty? Do të avancohen pozitat që I meritojnë, se nuk mundesh ti bashkëpunëtor I ri magjistër thjesht apo doktor shkence. Sa mundesh, nuk ta duron vetvetja për të mbetur në atë pozitë. A është e mungesë e shkatësisë tuaj si qeveri që këto
sulme vinë nga opozita duke shfrytzuar se ju nuk i komunikoni si duhet këto. Për shembull tha për mesazhet se askush nuk kapet për atë se dënimet vinë shqip. Tha për ligjin për përfaqësimin e drejtë se ka manipulime prej opozitës. Kjo vjen për shkak të mos komunikimit si duhet. Jo, nuk është për mos komunikimit si duhet, po opozita e ka një mekanizëm shumë të fortë në dorë. Nuk e di, nuk kush po i mëson me atë strategji, se me këtë strategji kanë me mbetë edhe gjatë në opozitë. Ata sulmojnë, edhe a di pse sulmojnë? Se e din sakt problemet ku i kanë lanë. Edhe ti, kur ta sulmojsh dikë, e di se çka i ke bërë. 20 vjet e di problemin çka ja ke lanë. Edhe e din sakt edhe sulmojnë. Komunikimi është, ne jemi një plejade e re e funksionarëve, e bartësve të funksioneve, dhe besomni se shumë kisha deshur edhe populatat i njohë, edhe dal nga dal komunikimi bëhet. Po ato kapen për një mesazh, nuk kapen se kur të shkosh ti ta paguash dënimin do ta plotsojsh, dënimi të vjen shqip dhe maqedonisht. Është fakt i pamohshëm. Procedura është dëgjum. Nuk është mungesë e komunikimit. Me termat futbollit, kampionati botror është. Hiç futbollin se shoh. Është kampionati futboll me termat futbollit kur e shohën sulmuesit se portieri nuk dit mbrojë nalt në anën e djathtë, që aty i shutojnë edhe... Na jemi duke u përmirësuar në gjitha anët. Tash ti po bëhen ligje, po e kemi edhe ligjen e kazinove, mos haro. Që po, ato ne kemi si ato mbrojtësit, a thuhet ashtu në sport, se hiç futbollin nuk e shoh. Mbrojtjet ne jemi duke i rregullu tipik mbrojtës të fuqishëm me qenë. E sulmuesit tash ti çfarë punë kanë, se opozita. E dojnë fitore, po fitore nuk mrihet duke i sulmu të tjerët, edhe duke i harru rezultatet shumë dobta që i ke pasur. Rikonstruimi i qeverisë. Fillon ministri do ta merrni? Edhe sa do të humbni? Do me thënë, nuk do të futem në atë pjesën se janë duke u bë bisedimet. Është jo korrekte flasë se çka do të marrim, çka do të humbim, nuk do të humbim asgjë, sepse vleni është një sot, është më i fuqishëm se kurdoherë që kemi qenë. Të lëmë këtyre ditëve, vetë kryetarët do të dalin t'i komunikojnë emrat dhe ministrit, për hir të procesit, se janë duke u bë bisedime me më shumë parti politike që janë pjesë e qeverisë, dhe unë do ta kisha lënë që për hir të objektivitetit dëgjojmë nga vetë kryetarët se çfarë ministri do të bëhet dhe kush çfarë pozicioni do të shkojë dhe cilat ministri do t'i takojnë konkretisht vlenit. Vleni jam e sigurt me një gjë që do të jetë shumë më e fuqishme nga ky rikonstruim. A keni burime njerëzore të mjaftueshme, se pasi dihet normalisht kur është në një parti apo një fuqi në mes disa partive 2 vjet është një duhet pajtohemi të dy se është një periudhë e shkurt kur nuk mund të krijosh ti burime njerëzore, nuk mund të krijosh njerëzit e dur. E keni të hapur derën për profesionistë që nuk kanë lidhje me Izetin, me Bilalin, me Bekimin për... Po. Venher, unë shumë do t'isha e kënaqur nëse nesër na bashkangjitet komplet një njeri që s'ka të bëje me politikën, po thjesht dëshiron të kontriboj në ndryshimin e krejta gjërave që duhet të ndryshojnë për hir të popullatës. E nisëm me shaka, po dua të them venher se nga viti 1964 deri tash diku 600.000 persona kanë braktisur Maqedoninë, po fakt shumë interesant se nga vitin 2002 deri 2024 300.000 kanë braktisur dhe diku 70% janë shqiptarë. Dhe për ta rregullu këtë të pasqyrë dhe për t'i rregullu gjitha ato probleme se nuk ik popullata vetëm për shkak të rrogës, janë atë sinqertash. Ik ndonjëherë se s'ka kushte vend banimin e tij, ik ndonjëherë se dëshiron të arsimohet pak më ndryshe se sa siç ka qenë rasti e kështu me radhë, jemi shumë të hapur. Profesor, doktor, po jo vetëm, të gjithë mund të bashkë. Na lini doktorat, se na keni Jo, doktor shkenca që pata fjalën. Jo. Kemi edhe ne mjaft doktora. Na keni smu. Jo, pata fjalën doktor shkenca, rini, gra,
se beson që pika ime më e dobët është avancimi i trive dhe dhënia e fjalës zërit, fuqizimit të grave. Kështu që të gjithë janë të mirësohet. Pa marrë parasysh kanë qenë politik, s'kanë qenë politik, dera e Blenit është hapur. Edhe unë s'kam qenë politike, din ti, shumë mirë. Po. Prej gazetari. Prej gazetari. Vjen keq se s'mund të kthehesh më. Jo, nuk është etike, më të kthehem. Tregon ligji për arsimin e lartë. Ku mbet? Ligji për arsimin e lartë, të martën do të jetë në seancë Plenare? të qeverisë, okay. po. I ka kaluar gjitha filtrat, i ka kaluar edhe filtret kryesor që janë qeveri. Kemi disa organe aty në qeveri që duhet i rregullojnë, i harmonizojnë ligje. Domethënë merreni me pjesën teknike vetëm. Po, pjesën teknike merremi. Ligji është tehet modern. Konkretisht, sepse tash popullata shqiptare na ndjek, konkretisht ka të bëjë, është shumë pozitiv edhe për universitetet shqiptare, me një mënyrë i fuqizojmë. Tashti ajo që dua të them se të martën kur do të kaloje në qeveri, do t'i drejtojmë ligjin dhe pak o ligjorin është ajo. Ligje për arsim të lartë, për cilësinë e arsim, ka më tepër, dhe do t'i drejtojmë me njëherë në kuvend. E tashti ne nuk shkojmë me procedura të shkurtume, me të vetmin qëllim që edhe ti venhar dhe gjithë populatat le të jenë njoftuar, le të ketë debate publike, le të kyçen dhe ta bëjmë më të mirën të mundshme. Ligji është, unë e konsideroj, po dhe profesorët e kanë thënë që është shumë modern që gjë që na u kemi patur tejet nevojë për të nxjerrë kuadra sa më të mira dhe sa më të shëndetshme dhe të rinjt mos na ikin jashtë, le të shkollohen këtu, se dhe unë vetë vajzën e kam studente, tash është viti 4 studime. Me jetë gjatë. Faleminderit shumë, dhe dua më të mirën për atë, po më të mirën edhe për të gjithë studentët e tjerë dhe për gjithë fëmijët e tjerë. Për krejt djemë dhe vajzat e reja. Për të gjithë. Fund, jemi, tregom tash voziti normalisht. Shumë shpejt mbaroj. Shumë shpejt, këtu desha t'ju kërkoj falje dhe gjuzve nëse të gjohet një zhurmë, është zhurma e kondicionerit, se është shumë vapë. Shumë vapë edhe kemi probleme teknike me injizimin. Tregon Venera, gabimi i fundit që e ke bërë në komunikacion edhe ke mësu edhe nuk e përdor më. Venar, para se ta kaloj të tregoj gabimin e fundit, me që jemi duke vozit edhe po shoh shumë reklama të kazinove rrugës, patjetër e kam ta përmendje. Nëse nuk më pengon, lutem, ligji i kazinove për momentin është në kuvend, në ato amendamente që po ndryshohen, dua të potencoj se këto reklama që po i shohim nuk do të jenë më shumë shpejt, shumë të cilët ligji vitin e ardhshëm vetëm do startojnë, sapo duhet edhe të zbatohet ligji, dhe gjithashtu kazino, se pam edhe shkolla këtu afër, nuk do të jenë më afër shkollave e kështu me radhë, po ajo që është shumë me rëndësi është edhe kredit e shpejta, sepse derisa po përgatitesha për emisionin tënd mora disa informacione drejt për drejt prej Ministrisë Financave, sepse kishim rastin që kishte mbyllje marrjet licencës kredive të shpejta që janë rritur 20.7% nëse zgaboj vetëm për vitin 2025. Që tregon fukarallëk, ndërsa sipas informacioneve që mi dhanë kolegët në kazino biznesin parate qytetarëve diku janë 2.8 miliard euro në vjet që shkojnë drejt për drejt në kazino biznesin. Janë shtatë kazino biznesi. Sa i përket kredive të shpejta, dua të potencoj se secili qytetar ka të drejtë të paraqes pa rregullsi tek Ministria e Financave sa i përket kredive të shpejta, dhe Ministria e Financave do të bëjë reagimin me njëhershëm të shohë se çfarë kontrollet janë jashtëzakonisht rreth periudhën e fundit. Gabimi. Venar, jam shumë e kujdesshme kur vozite, shkaku që kam 2 fëmijë mrekullueshëm dhe më dhimbet shumë edhe vetja. Edhe shumë kujdesem edhe shumë kam frikë po m'zejnë këto kamerat e safesit-it, që po e shoh edhe ti e ke rregullu aty 50 edhe unë njëjtë e kam rregullu, deri tash nuk kam bërë shkelje në komunikacion, nuk kam ndonjë dënim për komunikacion, nuk kam bërë dhe nuk kam thirr asnjë njeri të ma hoqe dënimin. Shkeljen e fundit nuk e di a do të llogaritet që është shkelje në komunikacion, u parkova me një vend, kisha harru ta lëshoj SMS-in. Komunën e Çajrit? Jo, në qendër. Okej.
Në qendër ma kishin vendos një tiket. E mora, brenda 24 orëve ishte çmimi gjysë për gjysë e ta pagu, e pagova. Kjo është e tërë sa i përket gabimeve në komunikacion. Ftoj të gjithë vozisin me kujdes, jeta vlen më shumë se gjithçka. Hajde se edhe me ndru jetën vetur. Mos tash zoti. Ma shpejt shkon edhe nuk bën gjuna, ma shumë. Mos tash zoti. Kjo ke për ta mbyllë, Kemi familjet, na i rujt zoti familjet. I përshëndetëm mesazhit tonë se jeta është shumë e rëndësishme, po jeta jonë po se po edhe tjerëve që marrin pjesë në komunikacion, të vozitet me kujdes. Venar, shumë faleminderit për këtë bisedë, tu shtofshin vitet, ta ruajsh edhe kondicionin që ke me emisionet, çdo gjë që ke nevojë për mysafirë, do të komunikojmë dhe qytetarëve ju uroj të janë sa më shëndosh e mirë dhe dua nga ky emisioni yt t'ju tregoj se jemi këtu, do të mund ta marrin numrin e telefonit, jemi transparent, na drejtohen, ka përfundu ajo koha ma që funksionarin nuk e qenë telefonit. A ta shkruaj numrin këtu? Po, lirisht. Lirisht shkruaje. Jo, se është e thyrë e ligjit. Jo, kur je person publik nuk ka asgjë mbi atë që je duhesh të jesh transparent me qytetarët. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe prej teje. Ky emision mundësohet nga